Pra keni kriju një raport shumë të mirë me familjen e bashkëshortit edhe po besoj kjo është ndoshta ajo që edhe reflekton, edhe është puna që e përmende edhe ti që ndoshta është bashkëshorti tash është edhe krau i djathtë, është gjatë gjithë kohës me ty, kështu që është ndoshta një mirëkuptim prej secilit që ju mi a dojnë pastaj të dy të bashkë edhe në profesion. E vërtet ajo. Qysh është të punosh me bashkëshortin? Ndoshta ta kesh kratë djathtë, ta kesh mbrapa për çdo punë që e bën ti. Është pozitive, mirë, po është dhe sfidë. A është kritikuesi më i madh ndoshta e yti në këtë rast? Dilara është një lehtësim. Spari është një lehtësim shumë i madh. Mas nej është një diçka shumë e mirë që unë jem rehat, mos të me ata, që ai po merret me gjitha punët e mia. Ai shpesh herë cek që Lindita nuk e din as ku ka me knu sonte, sepse ai është unë njëjtë për mua është. Edhe sfidë nuk po di çfarë të them. Unë kisha thënë një lehtësim, edhe kur thëm krahi im i djathtë, do me thonë që është diçka që për mua është gjithçka që mundet me ndodhë diçka mirë në karrierë, që e kam ato afër edhe në krah. A ka ndonjë moment ku ndoshta nuk pajtoheni ka pjesa e profesionit që ndoshta keni ndonjë mosmarrveshje kështu? Po e flas nga profesionit. Nga njerë dhe do të me ndëgju, sepse gjanat nga njëherë tjerët i shohin më mirë se na. Edhe nëse, vërtet nëse më thot Lindita kështu, nalna e mendoj dy herë, thëmë okej, po deri që tash o ma do të mirën, kë o kërkush. E vërtet. Edhe, ka njëherë nashta muj pak, po nuk e shfaqi atë nervozën, po nalna dhe ndëgjoj se e di që për një me, nëse thot kjo është mirë, nëse thot, atëhere për një me është që ashto. Edhe na vyn dikush, na vyn një kritikus që ne i besojmë. Ne i besojmë, se nuk zgjohet me mëngjes edhe me thamë, mësja bo kështot ja, nuk është vlerimi prej atyne. Nuk është prej atyne edhe po besoj që sa vite punojmë bashkë, e din më smiri aj. E din më smiri aj, sepse, si që thash më së përsëritëm, do shta une ngarkona shumë me dasën, me njerëzit, me masën, edhe nuk isha shumë gjana. Se jo me fokusume, a i shef ma mirë se unë. Për ata. A janë gjëherë emocionet e njejta dhe pas ka që shumë viteve karierë në dasë? Vishë poshtohen. Poshtohen. Vishë poshtohen. Se nuk e di, a e ke po që që kemi ne që nuk kemi shumë të përshin këtë profesion, mendojmë që hajtë se letë e kanë se vish dalin të nojnë që ato. Letë nuk e kemi. E di që e thojnë gjithë këta, letë nuk e kemi. Në dasë ma nuk knaqmi. Po, edhe nuk mundësh me gabu së s'përsëritë. Okej, që ajo është. Knatësia e kësaj është që ne përzgjedhemi nga një dasmor, është nderë për neve, po dhe përgjithësi shumë e madhe, që atë dasëm të bojmë qysh është më së miri. Kjo është knatësia kur në fund, a i të thot, Lindita, unë jam stëri knaqën, kjo është knatësia jonë e dasmës. Ndërsa ne jemi në puna ato, pse buzqeshi jonë, duket, unë jam e preokupume me gjana tjera, nështë atë që tu jo menti kam atje që është do të shka në orkestri, kjo është me përgjithësi. E mbu knaqë jo s'knaqëmi. Letë nuk e kemi. Mirë po, është puna jonë që e dojnë edhe ato mesin krejtë mrapa.